Sot data 13 dhe e premte është një ditë që mund të bëni dhe të shkruani rituale të ndryshme për të manifestuar, për të tërhequr çdo gjë që dëshironi. Do t'ju jap një ushtrim, pavarësisht se është drejt tani, po arrini deri në darkë ta keni bërë, sa më shpejt është më mirë, duke marrë një letër që nuk ka vija, nga A4 ose nga një fletore. Nëse nuk keni, mos e vrisni mendjen, merrni dhe një fletore me vija. Në qendër do bëni një rreth të madh, në të cilën do shkruani me selolaps të kuq dëshirën në kohën e tërnishme që dëshironi të keni. Nëse dëshironi të keni një punë, do shkruani kam gjetur këtë punë, atë që dëshironi. Nëse kërkoni një partner, kam gjetur, partneri im është pranë meje, dhe çfarë do tjetër do të shtoni ju. Vetëm sikur është e bërë. Në të njëjtën kohë mund të shkruani që kam kaq lek dhe çfarë do që të dëshironi, shtëpi, njërin tjetrën, provojeni edhe këtë ushtrim, këtë ritual dhe me një gjë të vogël që e besoni që do t'ju realizohet, sepse çdo gjë që bëjmë dhe këto rituale që japin kanë të bëjnë me sa e besoni vërtet që kjo do realizohet. Ndaj, dhe si ta keni shkruar atë në rreth, merrni pak oriz dhe vereni në mes atje ku e keni shkruar dhe thuani ëndra ime ose dëshira ime realizohet, dëshira ime realizohet, dëshira ime realizohet. Kështu është, kështu bëhet, amin. Dhe mund ta thuash dhe dëshirën që ke shkruar, për shembull. Filloni dhe mbylleni mirë si zarf që të mos ju iki orizi as në një anë. Këtë pastaj çfarë do ta bëni? Do ta merrni dhe do ta mbani në xhep, në çantë, ta keni gjithmonë me vete dhe në darkë mund të flini sonte me atë jashtë poshtë jastekut dhe në mëngjes mund të hidhni orizin ose ta përdorni për të ngrënë ose hidheni në natyrë. Orizi gjithmonë është për manifestim, për shufishim. Kurse letrën që keni shkruar do ta mbani deri në datën 20, që është dita më e madhe e vitit. Dhe në datën 20, kush të dëshiroj, do bëjmë një takim Zoom dhe për këto që të flasin çfarë ndryshime pate dhe çfarë realizimesh të bënë, po thash besoje, dhe në radhë të parë nuk e të humbasësh asnjë gjë, provoje, dhe do shikosh që nëse kërkon punë ose për para ose një gjë tjetër, ndryshimet që do të kesh janë për shembull do kesh një telefonat për punë, dikush që të ka patur borxh do t'i sjellë, do njohësh një person, do nëse kërkon partner, do të thonë do dëgjosh diçka, prandaj qëndro në besim të plotë dhe provoje. Thjesht këto që ju them, provojeni, kush të beson, kush beson, mos besoj. Këtë letër do ta mbajmë deri në datën 20, thash do më ndiqni për video të tjera dhe këtu në YouTube, në Facebook, në Instagram, në YouTube, nga do që t'i shikoni këto video dhe së shpejti në datën 20 kush është i interesuar, do flasim dhe për këto dhe për ndryshime dhe do themi çfarë do ta bëjmë letrën atë ditë në bazë datës 20. Deri në datën 20 do ta keni pa orizin në jasteku. Sonte, dita e parë, nata e parë do ta keni me orizin, kurse që aty e tutje pa orizin. Në qoftë se dikush harron dhe e ka dhe me oriz, nuk ka problem, mund ta mbani dhe me orizin dhe ta hidhni jashtë ose ta përdorni për të ngrënë, sepse orizi ka të bëjë me pasurinë, me shumëfishimin, me manifestimin. Ju përshëndes dhe provojni dhe më shkruani, shpërndajeni këto video dhe në njerëz të tjerë ta shikojnë dhe më shkruani çfarë ju ndodhi dhe çfarë dëshironi t'ju.